Falenderit, zonja drejtuese e seancës. Zoti Ministër i Drejtësisë, ju kam thirrur sot në këtë interpelancë për të dhënë llogari për një krim shtetëror të kryer me vetdije dhe me qëllim të qartë politik, atë të degradimit sistematik të sistemit penitenciar nga një institucion, rehabilitimi në përgjithësinë tuaj në një makineri çnjerëzore, dhune, frike dhe terrori institucional. Në këtë sistem të kalbur penitenciar, të denjë për republikat e bananave, viktima nuk janë vetëm të paraburgosurit dhe të burgosurit, të trajtuar në kushte poshtëruese dhe kafshërore, por edhe vetë gardianët që i keni shndruar në sklevër të një administrate kriminale që ju si qeveri e keni ndërtuar, e keni ushqyer dhe vijoni ta inkurajoni. Është tronditse që në këtë shtet që funksionon si band dhe kurrëmbimi i personit është kthyer në një manual pune, narkopolicët që rëmbejnë një minoren dhe e fusin në burg shpërblehen me 300 euro, ndërsa gardianët e ndershëm nuk marrin asnjë shpërblim, nuk paguhen për orët jashtë orarit dhe as nuk përfitojnë ushqimin dhe trajtimin që meritojnë sipas ligjit. Kjo është fytyra reale e gjoja shtetit të së drejtës që ju pretendoni një regjim që shpërblen dhunën dhe rëmbyesit dhe që ndëshkon njerëzit e lirë, punën e ndershme dhe dinjitetin njerëzor. 3 janë parimet themelore të një shteti të së drejtës: të garantojë zgjedhje të lira, të respektojë të drejtat e minoritetit dhe të respektojë të drejtat e të paraburgosurve. Të treja këto ju i keni shkelur me vetdije. Ndaj ky debat parlamentar sot nuk është thjesht i nevojshëm, por është i pashmangshëm. Është domosdoshmëri për të shpëtuar integritetin e një sistemi drejtësie fatkeqësisht të degraduar në një vend që pretendon dhe aspiron të jetë antar në Bashkimin Evropian. Mbi të gjitha, ky debat parlamentar sot është një akt mbrojtje për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të sankcionuara qartë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në Konventën Europiane për të drejtat e njeriut, e cila në nenin 3 shprehet qartë dhe pa asnjë ekuivok: askush nuk mund t'i nënshtrohet torturës, as trajtimit apo dënimit çnjerëzor dhe degradues. Për më tepër, ky debat është sot i pashmangshëm përballë një hipokrizie flagrante. Nga njëra anë, ju shpallni amnistinë si mjet për të shfryrë mbi popullimin e burgjeve, ndërsa në anën tjetër miratoni burgimin për parkimin dysh, duke goditur qytetarët më të pambrojtur, më të ndershëm dhe më të thjeshtë të kësaj republike. Dhe e gjitha kjo ndodh në një realitet sa absurd, aq edhe tronditës, ku të paktën 251 antar dhe drejtues të bandave më të rrezikshme kriminale në vend enden sot të lirë, mes tyre së fundmi edhe një killer serial që u largua me vrap nga spitali i Durrësit sepse ju, si qeveri,
ishit kujdesur që jo vetëm të mos ishte i shoqëruar me pranga, por edhe të ishin hapur të gjitha rrugët për aratisje. Ky debat është gjithashtu një domosdoshmëri politike, morale dhe kombëtare, sepse sot Shqipëria, falë qeverisë tuaj, mban një rekord të zi dhe të turpshëm. Jemi i vetmi vend antar i NATO-s me të burgosur politik. Një realitet që nuk e fshihni dot, as pas propagandës dhe as pas retorikës europiane, sepse e pa e gjithë bota atë çfarë ndodhi në 21 tetor të vitit 2024, kur për të rrëmbyer zgjedhjet e 11 majit, për të terrorizuar antarët e Partisë së Lirisë, opozitarët dhe të gjithë kundërshtarët e regjimit, ish presidenti i Republikës, ish kryetari i këtij parlamenti, ish kryeministri Ilir Meta, në mbrojtje ligjore nga Garda e Republikës, u rrëmbye dhunshëm nga bandit të maskuar dhe të armatosur, u turoi zvarr në mes të ditës dhe u fut me forcë në një automjet privat, duke u mbajtur peng për rreth 2 orë. Fakt i certifikuar edhe nga vetë Spaku dhe gjykata, që provuan zyrtarisht se zoti Meta u njoh me akuzën nga policia gjyqësore në orën 14:16, ndërkohë që rrëmbimi i tij, që e pa e gjithë bota, ndodhi në orën 12:18. Dhe për t'ju freskuar të gjithëve kujtesën dhe për t'ju vënë dhe në dijeni se çfarë thot gjykata, ju ftoj ta shihni, ministër, me sytë tuaj çfarë ka ndodhur. Lexoni dhe vendimin e gjykatës. Çfarë thot Spak? Pra, fiks 2 orë, i rrëmbyer dhe i marr peng bashk me shoferin e tij, shoqërues në atë periudhë, zotin Artemis Speca, për të cilin nuk ishte asnjë urdhër ndalimi. Një akt kriminal, mafios, banditesk, i kryer nga çeta e Ergys Agasit në bekimin e drejt për drejt të çirakut të tij në krye të policisë së shtetit, të narkodrejtorit të përgjithshëm Ilir Proda dhe në nënheshtjen servile të ministrit të brendshëm të asaj kohe, që tani u largua nga salla, se normal s'ka forcë të ballafaqohet, Ervin Hoxhën, të cilin ju e shpërblyet duke e bërë deputet madje më të votuarin në burgjet e sigurisë së lartë në Tiranë, si shpërblim për mbylljen e syve ndaj këtij krimi të rëndë shtetëror. Por Ervini në fakt nuk i vihet edhe shumë faj, sepse në atë operacion ai vetëm targën e automjetit të zotit Meta dinte, sepse tani e din të gjithë shqiptarët se kush e urdhëroi, kush e udhëhoqi dhe kush e drejtoi atë operacion kriminal, koordinatori special i lidhjeve të Edi Ramës me bandat, Gys Agasi. Pra, kjo qeveri band, që rrëmbimin e kundërshtarëve politik, të qytetarëve dhe të biznesmenëve të ndershëm e ka kthyer në manual pune, sot është dita para këtij kuvendi dhe para të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë të japë llogari 1-1 dhe deri në 1 për të krim shtetëror, të kryer ditën për diell me urdhër dhe me porosi direkte të kreut të organizatës.
Aleksej Navalny, nga qelia e tij ku edhe humbi jetën nga regjimi autokratik i Vladimir Putin, paralajmëronte se frika është arma kryesore e tiranisë dhe se kur shteti ka frikë nga fjala e lirë, ai burgos trupin në përpjekje për të heshtur mendimin. Një tjetër kundërshtar politik i Vladimir Putin, Khodorkovsky, e ka thënë hapur se burgjet janë fotografia më e saktë e natyrës kriminale të një regjimi. Dhe fotografia, në fakt, që del sot nga sistemi penitenciar që ju administroni, është fotografia e vërtet e një pushteti të kalbur nga krimi, nga korupcioni, që jo vetëm ka frikë nga liria dhe e lufton atë me pranga dhe me izolim, por që as formalisht e theksoj, nuk krahasoj dot me regjimin autokratik të Vladimir Putin. Prej 3 muajsh, zoti ministër, avokati i popullit ju ka lënë mbi tavolinë, ju dhe drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, 9 rekomandime të detyrueshme për zbatim në lidhje me dhënien fund të trajtimit kriminal dhe njerëzor të ish presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta, të cilit e rrëmbyet në mënyrë mafioze dhe për më shumë se 15 muaj vjoni ta mbani në izolim ekstrem pa asnjë fakt, pa asnjë provë penale, me 0 pasuri të paligjshme të sekuestruar dhe me 0 qindark dëm taksave të shqiptarëve. Ilir Meta sot qëndron në burgjet tuaja politike dhe të gjithë ajdutët e tjerë sot i ke në përzyra, ke Belinda Ballukun që ende vijon të jap tendera, edhe pse ka mbi kuris një mal me prova ulëritse për korupcionin e saj të përbindshëm, sigurisht për llogaritë e Edi Ramës, dhe sigurisht sot janë të lirë të gjithë përgjegjësit e aferës kriminale 5D në Bashkinë e Tiranës. Avokati i popullit ju rikujtoi se pas një hetimi administrativ arriti në përfundimin se ndaj ish presidentit të Republikës dhe presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Meta, nuk janë shkelur vetëm liritë dhe të drejtat që ka një i paraburgosur, por edhe liritë politike, liria e fjalës dhe e mendimit. Sjellja diskriminuese ndaj tij dhe kriminale në ambientet e paraburgimit, nga ndalimi i së drejtës për të komunikuar me mediat, të ndalimi i deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të eurodeputetëve për të atakuar ish presidentin e Republikës, është një rast unikal dhe i pakrahasueshëm sot në Europë dhe pse jo edhe në botë, përjashto atë çfarë ndodh në burgjet e Kim Jong-unit. Standardet e rrëmbimit të zotit Meta në fakt janë jo vetëm standardet e hetimit, por qartësisht të njëjtat standarde edhe të paraburgimit, siç evidenton qartë dhe avokati i popullit në këtë raport, për cilin ju keni 3 muaj që heshni dhe refuzoni ta zbatoni. Kufizimi i takimeve të zotit Meta në vetëm 4 të tilla në muaj, kur ligji parashikon ndryshe, ju rikujtoj se përbën shkelje të rënd të kushtetutës, të ligjit dhe të konventës europiane për të drejtat e njeriut. Ndalimi i takimeve të ish presidentit të Republikës me deputet të Kuvendit të Shqipërisë, rasti më i freskët është i deputetit Klevis Balliu, që nuk e lejua të takojë me zotin Meta, edhe pse ligji e lejon, me pretendimin absurd të drejtorit patronazhist të IEPV-s Jordan Misja, se nuk ju sigurojmë dot jetën.
Po kur drejtori nuk ka në kontroll atë çfarë ndodh në burgje, çfarë drejtori është? A mund të ma thoni? Gjithashtu ju rikujtoj një tjetër konstatim të avokatit të popullit dhe që lidhet me kufizimin e telefonatave të zotit Meta, një kufizim thellësisht antiligjor. Kam mbi një vit, zoti ministër, që unë në cilësinë e sekretarit përgjithshëm nuk komunikoj dot me zotin Meta. Edhe pse numri im është regjistruar në mënyrë të ligjshme pranë IEPV Jordan Misja, sikundër, kjo e drejtë, u mohohet sot të gjithë deputetëve të partisë së Lirisë, që as kanë mundësi të takojnë dhe as kanë mundësi të komunikojnë me të. Më e rëndë akoma është një akti kriminal i mohimit të lirisë së fjalës dhe të drejtës së tij për të komunikuar me median, një tjetër shkelje shumë e rëndë, flagrante e ligjit, e kushtetutës dhe e konventës europiane për të drejtat e njeriut, pa haruar që jeni aq të marrë si administrat, sa keni vendosur ti mohoni edhe pjesëmarrjen në aktivitete të përbashkëta sportive. Jeni të marrë. Sepse mendoni se me të tilla akte banditeske do të mund të nervozoni një lider politik për cilin ju besoj njihni mirë dhe që ju rikujtoj me që përpiqeni që t'ia bëni malore para burgimit. Zoti Meta ka lindur në mal, zoti ministër. Dhe këtë më mirë se ju e di shefi juaj, Edi Rama. Megjithatë, ju ftoj të gjithëve ju deputet të rilindjes. Rikujtoni pak si u arrestua Erion Veliaj dhe gjithë ata limona të shtrydhur që Edi Rama i ka futur sot në burg me marrëveshje për të kuptuar më qartësisht se tmerri i kreu të organizatës nga Ilir Meta dhe të vërtetat e tij që detyroi dhe urdhëroi edhe Ergyr Sagasin të kryente ato rrëmbim mafios, ju turporon sot gjithëve ju, deputet të Kuvendit të Shqipërisë dhe juve para përgjegjësisë morale, politike, por edhe kombëtare për heshtjen e turpshme që keni zgjedhur të mbani përballë një krimi të rëndë shtetëror që as mund të mbulohet dhe që kur nuk do të amnistohet. Për të gjithë dashnorët e Europës në këtë parlament, rikujtoj që edhe ne, edhe Franca, kemi të njëjtat ligje, por ju e patë se si u ndalua ish presidenti Sarkozy dhe se cilat ishin kushtet e burgut të tij dhe se si u lirua ish presidenti i Francës. Të njëjtat ligje kemi dhe ne, sepse konventa europiane për të drejtat e njeriut mbizotëron mbi ligjet vendese dhe është e njëjta, si për Shqipërinë, ashtu edhe për Francën. Me Francën sigurisht që nuk mund të krahasohemi, por është tronditse të pohosh nga foltorja e Kuvendit të Shqipërisë se Republika e Shqipërisë nuk krahasohet dot sot as me Rusinë e Vladimir Putinit. Jo vetëm për mënyrën se si ai i ka arrestuar kundërshtarët e tij politik, por as me standardet e arrestimit dhe të rrëmbimit. Dhe meqense ju, zoti ministër dhe deputetët e kësaj magjorance, e keni të vështirë të klikoni në internet, unë po ju shfaq sot për t'ju rifreskuar kujtesën. Dhe po ju tregoj shkurtimisht 2 intervista të dhëna nga burgjet e Vladimir Putinit, të Aleksej Navalnit dhe të Khodorkovskit, jo vetëm për mediat ruse, por për të gjitha mediat ndërkombëtare. Against the Ministry of Justice. The punishment cell is
why people choose the newspaper there to cover themselves. Aleksej Navalny duke dhënë intervista për media ndërkombëtare nga burgjet e Vladimir Putin. For example, Shihni, zoti ministër, and so you need a newspaper. dhe më jepni një përgjigje sot, përse Ilir Meta nuk lejohet të jap intervista nga burgjet tuaja. Khodorkovski, zoti ministër, kundërshtar i Vladimir Putinit, që është më serios në kriminalitetin e vetë, më serios se kryeministri juaj, jepte intervista për media ndërkombëtare nga burgjet. Ndërsa unë sot me vete kam kërkesat e të paktën 3 gazetarëve, të cilat kur nuk kanë marrë përgjigje nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve që ju keni në përgjegjësinë tuaj, edhe pse zyrtarisht janë miratuar nga SPAK. Kjo është kërkesa e gazetarit Andrea Dangli të A2 CNN, që ka marrë miratimin para prag nga SPAK për intervistë me zotin Meta, por që drejtoria e burgjeve nuk e lejon me pretendimin skandalos të ngarkesës institucionale. Këtu është një tjetër kërkesë për intervistë. Gazetare Ola Bruko, News 24, ende nuk ka marrë përgjigje, zoti ministër. Pra, atë që Vladimir Putin nuk ja mokoi kur as Navalnit, as Khodorkovskit, lirinë e shprehjes, edhe pse fati i Navalnit, për fati keq dihet se cili ishte, ju vihoni t'ja mohoni zotit Meta, i cili vijon sot të qëndrojë në kushtet e një izolimi ekstrem, i privuar nga e drejta. Zonja drejtuese seancës me mirëkuptim ka marrë edhe pjesën e dytë të fjalës. Ju e keni të llogaritur. Po, për t'u takuar me drejtuesit, me antarët dhe simpatizantët e partisë së Lirisë, si kundër ju rekomandon dhe ju kërkon avokati i popullit. Me urdhër, pra, direkt të Edi Ramës, zotit Meta i është ndaluar sot jo vetëm liria e shprehjes, por edhe është ndëshkuar 2 herë pse komunikoi në një rast nga telefoni im i regjistruar në mënyrë të lishme dhe ju përgjigj interesit, pra 3 pyetjeve të një gazetare të nderuar si Beti Njuma. Madje ju rikujtoj që edhe votimin e tij në 11 maj e ndaluat, duke mos lejuar as kameramanët e televizionit ta filmonin kur votonte, edhe pse ju kishit dhënë paraprakisht lejen për t'i marrë një prononcim se ç'po ndodhte në 11 maj. Ju rikujtoj, zoti ministër i Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë, se mohimi i lirisë së fjalës dhe të drejtës për të folur është një shkelje flagrante e kushtetutës dhe e konventës europiane për të drejtat e njeriut. Dhe kur ju, si qeveri, band, sileni më keq se Kremlini, çdo retorik për fat të keq për integrim europian dhe për antarësim të shpejt në bashkim europian bie dhe zhndrohet në një hipokrizi që turporon këdo që sot nuk e heq nga goja fjalën BE dhe integrim. Gjithashtu dua t'ju rikujtoj se të gjithë të paraburgosurit e tjerë dalin në hajrim 2 herë në ditë, si një drejt që ja njeh ligji. A mund të më thoni përse zoti Meta del vetëm një herë? Besoj e dini dhe ju përgjigjen. Këto janë urdhat e Edi Ramës, megjithatë ju sot detyroni të jepni sqarime para Kuvendit të Shqipërisë. Dhe gjithashtu dua t'ju rikujtoj si ministër se kufizimi i takimeve, kufizimi i telefonatave dhe e kontaktit me mediat cënon në mënyrë të drejtë për drejtë në enet 17, 18, 22, 23, 45 dhe 48 të kushtetutës. Shkel në mënyrë flagrante në enet 10
18 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut dhe në enin 3 të protokollit numër 1 të Konventës e detyrueshme për zbatim nga Republika e Shqipërisë. Çdo ditë që kalon, pa u zbatuar 9 rekomandimet e avokatit të popullit, provon se ndalimi, hetimi dhe burgosja e Ilir Metës janë akte politike, kriminale të diktuara nga vullneti personal i Edi Ramës. Beteja për lirinë e Zotit Meta, e cila sigurisht do të fitohet në Strasburg, është një betejë në fakt për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore dhe dignitetit njerëzor të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. Përballë një drejtësie të politizuar dhe të kontrolluar nga pushteti dhe një shteti që funksionon si bandë kriminale, nuk po mbrojmë sot, në fund të Ministër, thjesht dhe vetëm një lider politik, por parimin se askush nuk duhet dhe nuk meriton të jetë viktim, barova në fund e një sistemi të kalbur dhe të komanduar politikisht nga krimi dhe nga droga. Kjo nuk është një betejë thjesht dhe vetëm politike, por një luftë pa kompromis për demokracinë, për shtetin e së drejtës dhe për Shqipërinë europiane që meritojnë të gjithë shqiptarët. Ndaj dhe për këto arsye, Zoti Ministër, kërkoj sot nga ju një përgjigje të qartë, shtruese, llogaritë drejt për drejt dhe për masat konkrete që keni marrë për zbatimin e 9 rekomandimeve të avokatit të popullit për të dhënë fund një herë për gjithmonë këtij krimi të shëmtuar shtetëror. Nëse sot ndaj një ish presidenti i Republikës shohim të tilla sjellje kriminale, poshtëruese, njerëzore, imagjinoni se çfarë ndodh me qytetarët e thjeshtë që nuk kanë as zë dhe as mbrojtje publike. Ju kujtoj dhe mbarova se llogaridhënies dhe së vërtetës nuk i shpëtoni dot, sepse liria nuk burgoset dhe as mund të fshihet si kantina e verave Romana Konti të Rrugës së Gasit. Faleminderit. Atëherë, Zoti Blushi, i keni konsumuar minutat tuaja, tani është fjala për Zotin Ministër në mbështetje të nenit 96.5 rregullore. Zoti Lamallari, keni fjalën. Mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për të cilën është